si është e mundur që vendet partnere, vendet aleate, të kenë një ratio, një proporcion, 1:10 dhe 1:20 midis stafit diplomatik dhe ekspertëve të rendit publik dhe të luftës kundër krimit, kryesisht luftës kundër krimit. Ju e dini për çfarë kam fjalë. Misionet të rëndësishme të aleatëve tanë strategjik, për çdo diplomat kanë 20 oficer të agjensive të ligjzbatimit. S'ka rëndësi nëse janë ekspert pastrimit parave, apo të luftës kundër trafiqeve të paligjshme, apo edhe më drejt për drejt të luftës kundër strukturave të krimit organizuar. Ky është një proporcion që flet vërtet ulërin për stadin kritik në cilin ndodhet ekonomia shqiptare dhe stabiliteti social i Shqipërisë si rezultat i përmbysjes totale të raportit mes paras informale dhe pjesës tjetër të ekonomisë.